Avokatja Adriana Kalaja paralajmëroi se disponon prova për 2 dëbime të Irena Gjokës nga Greqia, duke theksuar se drejtësia e re u përdor kundër opozitës. Deklarata u bë në dyert e prokurisë së përgjithshme, e cila sapo ishte shprehur publikisht duke konfirmuar dënimin në Greqi të Irena Gjokës. Kalaja u shpreh se nëse institucionet vendase si KLG dhe SPAK nuk do të veprojnë për shkarkimin dhe dënimin penal të gjyqtares, dosja do të dërgohet në Strasburg. Nëse KLG-ja dhe prokuroria e përgjithshme nuk ka kërkuar shkarkimin e Irenës me disa mbiemra, unë mendoj se jemi përpara minimalisht të shpërdorimit të detyrës dhe pastaj të veprave të tjera penale të rënda si ushtrimi i ndikimit paligjshëm, me fokusin kryesor që Irena me disa mbiemra ta amnistohet për atë shërbim të madh që i ka bërë pushtetit, qeverisë lokale dhe sidomos Edi Ramës, duke sulmuar dhe duke qenë lev e pushtetit ndaj opozitës dhe krerëve të saj. Kështu që të gjitha këto shkresa ndaj këtyre institucioneve, nëse nuk do marrin përgjigjen që parashikon ligji dhe kushtetuta, nga unë do ndiqen deri në ditën e fundit dhe deri duke i çuar të gjithë të dokumenta, duke a bërë me dije me një kërkesë të posaçme dhe gjykatës së Strasburgut. Kalaja ka qenë një nga personat publik që ka insistuar në zbardhjen e kësaj ngjarje me kallëzime e denoncime të shumta, për të cilat dha edhe për shtypjet dhe pritshmëri që ka. Realisht unë ndjeva mirë, janë 8 kërkesa që unë i kam bërë prokurorisë së përgjithshme, janë 3 kallëzime penale, duhet t'ja bëj me dije publikut. Kam depozituar dhe një kallëzim shtesë lidhur me këto deklarimet që bën Irena Gjoka, qoftë në prokur, po qoftë në inspektoriatin e lartë të deklarimit të pasurisë. Kemi referuar në shtator kallëzim penal ndaj ish-ministrit drejtësisë Ulsi Manja, për shkak se ne kemi konstatuar shpërdorim detyre dhe vepra të tjera të rënda penale. Të 3 kallëzimet janë bashkuar në një kallëzim të vetëm. Paralelisht kemi kërkuar dhe rishikimin e vendimit. Përpara publikut u vërtetua se të gjitha akuzat e mia dhe tonat si Parti Demokratike janë të mbështetura në fakte dhe në prova. Vërtetuan përpara publikut se kjo gjyqtare është përdorur për të dëmtuar opozitën dhe krerët e saj, dhe sidomos zotin Berisha dhe së fundmi zotin Ilir Meta, i cili ndodhet pas hekurave. Unë nuk është se shpresoj shumë, qoftë nga SPAK-u, qoftë edhe nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, të cilët, siç e thash, nëse do zbatojnë ligjin dhe kushtetutën, kjo gjyqtare duhet të shkarkohet në fakt dhe duhet të dënohet penalisht. Teksa deklaroi se kjo gjyqtare ka marrë vendime kundër krerëve të opozitës, Kalaja theksoi se pavarësisht konfirmimit të dënimit, institucionet e drejtësisë si Prokuria e Përgjithshme dhe SPAK po tentojnë të mbyllin çështjen ose të shmangin hetimin e thelluar.